Mos e pini ujin në këmbë. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam na ka porositur që ujin ta pijmë ulur e jo në këmbë. Sot shkenca vërteton urtësinë e madhe që qëndron pas kësaj porosie. E vetmja gjë që kemi dëgjuar ndonjëherë në fëmijërinë tonë nga të moshuarit është vetëm thënia mos e pini ujin në këmbë. Por, pse nuk duhet ta pijmë ujin në këmbë? Cili është arsyetimi mjekësor dhe fetar? Muhamedi alayhi salam na ka porositur se nuk duhet ta pijmë ujin në këmbë. Në pamje të parë, ndoshta e gjithë kjo është e pakuptimt. Por, pasi të mendohet dhe studiohet më mirë, do të shohim se këto fjalë kanë dobi të madhe për shëndetin tonë. Hadithe të shumta na tregojnë për dëmin që e shkakton pirja e ujit në këmbë. Transmetohet se Muhamedi alayhi salam ka thënë: nëse njerëzit do ta dinin se çfarë dëmi i shkakton lukthit pirja e ujit në këmbë, menjëherë do ta vjellnin gjithë atë që e kanë pirë. Gjithashtu thot: asnjëri prej jush mos ta pijë ujin në këmbë. Edhe në qoftë se e pin, le të përpiqet ta vjell atë. Çfarë thot shkenca? Pozita e lukthit tek njerëzit ndryshon gjatë pozicionit në këmbë dhe ulur. Nuk është e njëjtë pozita që merr lukthi teksa njeriu është në këmbë dhe kur është ulur. Nëse një njeri e pin ujin në këmbë, atëherë uji shkon direkt në zorën 12 gishtore. Në anën tjetër, nëse uji pihet ulur, atëherë së pari ai grumbullohet në lukth, përzihet me acidin e lukthit duke ngordhur mikrobet dhe më pas kalon në zorën 12 gishtore. Pra, pirja e ujit ulur është një mënyrë parandaluese nga disa infeksione. Njerëzit që pijnë ujë ulur janë të mbrojtur nga shumë sëmundje, ndërsa ata që duke qëndruar në këmbë pijnë ujë pa kontrolluar janë në rrezik më të madh.